Sadakaja sinqerisht kontribon edhe në mirëqenien ekonomike, por kontribon fuqimisht edhe në ndërtimin e solidaritetit dhe vëllazërisë brenda komunitetit ku jetojnë besimtarët. Edhe ajo duke i bashkuar zemrat tona. Kjo është e para. Faktikisht me këtë akt që na e bëjmë, i bashkojmë zemrat e besimtarëve. Pastaj i ulim ato që quhen dallime sociale. Elementi tjetër është e forcojmë mes vetes solidaritetin ton dhe ajo që quhet ndërmjet neve na të ndihmohemi. Pa marrë parasysh çka mujun e ty me ndihmu, e ti mua e kështu me radhë. Pastaj e mbështesim të varfërin dhe atë që quhet i dobët. Në mënyrë të drejtë, ashtu siç neve na mëson i lartëmadhruari, na mëson edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me punën e sadakas na mundohemi me solidaritetin ton dhe me vllazërinë brenda komunitetit ta zbucim atë që quhet zili dhe që quhet urrëqe. Faktikisht her pas here vjen ajo zilia brenda shpirtin e njerëzve, vjen ajo urrëqja në zemrat e njerëzve. Kjo nuk mund të themi se mohohet, por të mundohemi na me këtë sadaka të kontribojmë që inshallah edhe kjo urrëqje, edhe kjo zili. Edhe pse kam këtë gjendje unë prap me këtë sadaka e frenoj. Mundoha që ta mbajnë në kontroll dhe ta shfaqi atë që është e kundërta e asaj. Se kur kemi urrëtin nuk dojnë ta ndihmojmë, po ti edhe pse ndi ndoshta ndonjë zili dhe aty ti duke dhënë sadaka, faktikisht e dëshmon se ti Allahu ton njeri fillimisht, pastaj Allahu ton besimtar, ja dëshiron të mirën. Po, në këtë rast më thonën me një farë mënyre e zbut zilin dhe urrëqen. Pastaj edhe e ndërtojmë një shoqëri e cila bazohet në atë që quhet rahmet, mëshirë dhe në atë që quhet drejtësi. Nëse na jemi të rahmetshëm, nëse ne jemi të mëshirshëm, edhe nëse na jemi të drejtë, kjo është ajo që kërkohet prej neve si islam, kjo është ajo që kërkohet prej neve si musliman, edhe kjo është ajo që kërkohet prej neve si shoqëri në ku jetojmë. Por edhe nëse shoqërinë tonë i kemi edhe një musliman përreth nesh, që jemi drejtë edhe ndaj tyre, edhe që jemi të mëshirshëm edhe ndaj tyre. Po dikush mund të thonë, po, sa është be muslimanë ti, a e ke afër, po, a e ke kuishi, po, a është mallën tënde, po, a jemi me një lagje, po, duhet të koni drejt. Edhe i drejt, por edhe i mëshirshëm. Faktikisht krejt ndaj kafshës e ki këtë obligim, si është ndaj llojit njerëzor. Ndaj llojit njeri. Por atë edhe unë më herët e përkujtova me ujin, por këtë rast ne jemi të folë për faktorin njeri. Pa më parasysh, a është besimtar apo nuk është besimtar. Nëse është njeri që është i mëshirshëm ndaj atij, e sidomos nëse je në shoqëri, nëse je në lagje, nëse je në vendin ku jeton me ta, edhe këtë rast që është i drejtë me ta. E nëse je i drejtë, mos me vazhdon, se kur themi që është i drejtë, e kundërta kësaj mos me bë padrejtësi kërkuina, edhe mos jesh me agresivitet, edhe çka ndaj kushijut tan që është i pamëshirshëm, gjumin mos ta bëj rahat prej teje. Fëmijët e ti mos dalin rahat të luajnë prej teje kështu me radhë. Gjitha këto sadakaja është një kontribut i fuqishëm që neve na ndihmon për me ndërtu atë që quhet solidaritet vëllazëror në vendin ku jetojna me besimtarët. Elhamdulillah tek muslimanët ekziston akoma kjo nevoja apo me quajtur një cilësi, një vlerë që me ndihmu atë që është në nevojë. Nga vjen këtë kjo, vjen prej imanit. Më thonën, sado që jetë besimtari i dobët me besim, ka një farë reflektimi. Ai reflektimi, ai rrezatimi që ka del, ai dritë e vogël, sado që jetë e vogël, aktivizohet edhe e ka atë mëshirën zemër. Edhe e ka të mëshirën zemër për personin fjalë që nuk është i komunitetit ti, nuk është i religionit ti, nuk është i vendit ti, por nuk është i popullit. Nuk është i popullit ti, por ngacmon. Ai ngacmim të na quhet imani, quhet besimi. Gjithçka kthehet te besimi, e parat na mundohemi me këtë sadaka që na ta forcojmë besimin ton, ta forcojmë shpirtin ton dhe zemrën ton dhe që jemi më aktiv dhe më solidar dhe më bamirës për shoqërinë dhe për njerëzit në përgjithësi.